Fatkeqësisht ne kemi një shkatërrim të kulturës ushqimore vitet e fundit, po kjo është padyshim lobimi i industrisë ushqimore. Në disa supermarkete të Tiranës kur është bërë kjo analizë, 98% e produkteve janë ushqime të paketuara dhe të procesuara. Pra, ushqime gati që ti hap qesen dhe i konsumon. Kjo piramidë ka më shumë atë anën politike se sa anën realisht të bazuar në shkencë. Si shumica e gjërave kohët e fundit nuk është thellësisht shkencore, por ka disa përmirësime. Si duket sikur rregullat e nutricionit ndryshojnë kaq shpesh? Padyshim janë interesa, por padyshim edhe të gjitha evidencat nga viti në vit të sëmundshmërisë po bëjnë gjithmonë më alarmante. Projekcionet në vitet e mëdhenshme janë gjithmonë më negative dhe gjitha studimet janë që këto po vijnë pikërisht për shkak të stilit të jetës. Do flasim pak për ushqyerja. Na shton vazhdimisht që ushqyerja është diçka private, që ajo që gatuajmë, blejmë, vendosim në pjatë është diçka që na përket vetëm ne personalisht, po duket sikur në të vërtetë dieta jon nuk është asnjëherë vetëm çështje personale. Ajo ndikohet nga tregu, politika, kultura, reklamat. Dhe pikërisht brenda këtij konteksti politik dhe ekonomik të ushqimit, doja të fillonim në piramidën e re ushqimore të prezantuar pak më përpara nga sekretari i shëndetësisë në SBA Robert F. Kennedy Jr. Çfarë ju ka bërë më tepër përshtypje si profesioniste në momentin e parë që e pat piramidën e përmbysur? Nga këndvështrimi im së pari mendoj që është një piramidë pak kaotike, të cilën unë mendoj që me qëllim është lënë e tillë që të ketë hapësira për ta diskutuar nga këndvështrimi që secili e mendon. Nuk mendoj që ka realisht baza shumë të forta shkencore, por mendoj që duke e parë nga këndvështrimi pozitiv, mendoj që ajo që është pozitive që është theksuar aty, është eliminimi i ushqimeve të procesuara, pra dhe ushqimeve të paketuara, të cilat realisht statistikat shëndetësore europiane dhe ato amerikane mbështesin fort pasojat negative që këto ushqime kanë në organizëm. Dhe kjo mendoj që është një pikë shumë pozitive, pra që është theksuar në këtë piramidë, gjithashtu dhe ndikimi që ushqimi që ne i fusim organizmit ka në atë që quhet sot popullata që na dominon ne, nuk e dominojmë ne, që është mikrobioma intestinale, dhe ajo është përmendur aty dhe është thënë që ne mbajmë një zorë të shëndetshme dhe një popullat të shëndetshme të baktereve që studimet sa vijnë thellohen dhe rritet numri që tregojnë origjinën e shumicës së sëmundjeve që vjen pikërisht nga shëndeti i kësaj popullate që ekziston në zorë. Këto janë dy pikat unë mendoj pozitive të kësaj piramide. Pjesa tjetër pastaj këndvështrimi i ndarjes po themi i uljes së karbohidrateve, pavarësisht çfarë themi ne, regjimi ushqimor amerikan ka qenë mbi 80% karbohidrata, as 50, as 60. Mbi 80% e shumica e karbohidrateve kanë qenë këto drithrat e procesuara, se ne themi drithra, por nuk bëjmë fjalë për këto drithra të cilat më shumë kanë konservant, krip dhe sheqer se sa kanë elementin drith. Kështu që dieta amerikane ka qenë 80-85% drithra të paketuar, kështu që padyshim ulja e këtij kompartimenti është fokusuar shumë tek proteinat. Këtu pastaj ka diskutimet pro dhe kundër. Proteinat pa diskutim piramida jon ushqimore apo po themi shporta ushqimore e updateuar e viteve të para të viteve 2000 ka qenë me një protein përafërsisht 0.8 kemi thënë ne deri në 1 gram për kilogram pesh, pra po ta ekuivalentojmë me një pesh 60-70 kilogram, do të thotë 60 apo 70 gram proteina. Megjithatë, në regjimet e individualizuara me kalimin e viteve, sidomos duke u mbështetur te dieta mesdhetare, kjo sasi e proteinës rritet gjithmonë më shumë, kalon 1.2, 1.4, pra një person me një pesh të tillë ka nevojë për 100, 110, pastaj në varësi të aktivitetit fizik, të masës muskulare që poseidon, të gjendjes shëndetësore, kjo ndryshon. Kështu që padyshim që sasia e proteinës është një sasi relativisht më e lartë se sa është referuar më parë, po pastaj ndarja midis proteinës bimore dhe shtazore, kjo ka po themi pro dhe kundër
të vetat. Unë do thosha që padyshim dieta mesdhetare që ne përdorim nuk është kundër proteinës shtatësore dhe ne nuk kalojmë totalisht në proteina bimore. Themi që proteinat shtatësore janë element shumë të rëndësishëm sepse proteinat shtatësore kanë aminoacide esenciale të cilat proteinat bimore nuk i përmbajnë, apo atë hekurin hemik që themi ne, pra atë nivelin e hekurit që riparon anemin apo deficitet e hekurit. Por aman, kemi thënë padyshim që proteina shtatësore do ndahet nëpërmjet produkteve të detit, pulës, shpendëve të tjera dhe mishit kuq. Mishi i kuq jo më shumë se 2 herë deri në 3 herë në javë. Kjo promovimi apo interpretimi në disa raste i shtimit pafund të mishit të kuq në dietë, unë do thosha që padyshim shkencërisht bie kundër, sepse ka evidencat e qarta sot që hiperkonsumimi i mishit kuq, jo konsumi në sasi të moderuar, jep efekte negative dhe sidomos në sëmundjet kancerigjene që janë të lidhura me traktin tretës. Pra ka referenca shkencore të lidhura të kancerit të zorrës apo stomakut, po më shumë të kancerit të zorrës me sasi të egzageruara të konsumit të mishit të kuq në vite. Nuk po themi me konsumin e mishit kuq në një muaj apo në një periudhë të shkurtër kohe. Një gjë që tjetër që më bëri përshtypje, përveç rolit më qendror të proteinave, është një lloj qëndrimi pak më tolerant ndaj yndyrnave tek piramida e re, veçanërisht yndyrnave të ngopura, dhe jam kurioz si duhet ta kuptojmë këtë, domethënë këtë lloj tolerancë të re. Zakonisht të yndyrnave aty u fokusuaj që po yndyrnat padyshim janë të shëndetshme, po ato yndyrnat po themi janë të shëndetshme ato që kanë qenë gjithmonë, yndyrnat si vaj ullirit, avokado e me radhë, padyshim sasira të moderuara, pra është thënë që yndyrnat e dëmshme apo yndyrnat trans dhe të ngopura nuk duhet të jenë më shumë se 10%, megjithatë unë them që më shumë janë përsëritje apo nga këndvështrimi im, kjo piramidë ka më shumë atë anën politike se sa anën realisht të bazuar në shkencë, si shumica e gjërave kohët e fundit apo edhe informacioni i madh mbi paracetamolin që dëmton në shtatzani, që padyshim dihet, po Amerika është konsumatori dhe promovuesi më i madh i të gjithë po themi llojeve të paracetamolit, edhe aksesi i marrjes së paracetamolit në çdo vend. Kështu që mendoj që padyshim nuk është se nuk është thellësisht shkencore, pra e bazuar në shkencë por ka disa përmirësime që padyshim nisen edhe nga referencat e sëmundshmërisë në Amerikë, sepse referencat e mbipeshës, obezitetit, referencat e diabetit të tipit të dytë, po edhe diabetit të tipit të parë në vitet e fundit që tek fëmijët, padyshim që janë shenja alarmi edhe për Amerikën, akoma më shumë, por ato janë në rang global. Por mendoj që padyshim është bërë një tentativë për ta sistemuar dietën, pjesërisht në baza shkencore, por edhe kryesisht në këtë vazhdën e lajmeve politike dhe të shohut, padyshim. Si duket sikur rregullat e nutricionit ndryshojnë kaq shpesh, domethënë po mësojmë realisht më shpejt në lidhje me ushqimin dhe me ndikimin që ka në organizmin tonë, apo janë interesa që ndryshojnë? Padyshim janë interesa, por padyshim edhe të gjitha evidencat nga viti në vit të sëmundshmërisë po bëjnë gjithmonë më alarmante, pra të gjithë problematikat e mbipeshës, obezitetit, diabetit, të gjitha sëmundjeve që janë të lidhura me stilin e jetës, po bëjnë që projeksionet në vitet e mëvonshme janë gjithmonë më negative, dhe të gjitha studimet janë që këto po vijnë pikërisht për shkak të stilit të jetës, dhe pikërisht për këtë arsye edhe po themi iniciativat edhe informacionet, po padyshim aty brenda ka dhe interesa. Industria fatkeqësisht, industria ushqimore po bën namin, OBSH-ja jo më larg se disa ditë më parë ka marrë përsipër që të filloj duke e theksuar që ushqimi i procesuar, fast foodet, gjërat e gatshme në supermarkete, pra gjithë ushqimi industrializuar duhet të jetë absolutisht i ndaluar në shkolla,
dhe ajo po merr iniciativa dhe po thërret vendet duke u rritur nismat e vendeve europiane po edhe mëtej për të filluar këtë ndërgjegjësimin e ushqyerjes së shëndetshme dhe eliminimi i ushqimeve të procesuara nga dieta ushqimore dhe në mënyrë nga shkolla kjo kulturë ushqimore të injektohet edhe në familje, se fatkeqësisht ne kemi një shkatrim të kulturës ushqimore vitet e fundit, po kjo është padyshim lobimi i industrisë ushqimore, edhe ky justifikimi në pjesën më të madhe të rasteve, se unë mendoj për të gjithë ne është justifikim që jemi orë të gjata jashtë, ku të ham, janë shumë të aksesueshme, po themi ushqimet e procesuara, fast foodet, shumë më të arritshme, nuk do thosha shumë më të lira financiarisht, se sot promovohet dhe kjo që ushqyerja e shëndetshme është e shtrenjtë, nuk është kështu. Do me thëmë, po ta analizojmë në detaje, nuk është kështu. Të japësh fëmijës 2 feta buk me një fet djathë dhe me një fet domate, ta krahasosh çmimin se sa është në raport me një krosan apo me çdo patatin që blihet rrugëve, të siguroj që nuk është më shtrenjtë, kështu që janë disa justifikime, po padyshim industria ushqimore sot buxhetet e marketingut të industrisë ushqimore jo më larg se para një viti unë duke qenë në një emision të tillë të inkluduar dhe fëmijë që sa e mirë është ushqyerja e shëndetshme dhe në fund emisioni dalin titrat që padyshim unë se dije që thoshte ky emision sponsorizohet nga një produkt sallami. Pra ti kishe folur gjithë emisionin duke thënë se sa të dëmshme ishin dhe në fund do me thënë ka një lobim padyshim shumë të madh të industrisë ushqimore, bërjes së këtyre produkteve të varura. Pra sot po flitet për një varësi të ngjashme me duhanin dhe me alkoolin, po nëse ne themi duhani dhe alkooli përdoret tek të rinjtë dhe tek adultët, fatkeqësisht këto ushqime fillojnë që në mosha shumë të vogla, pra që fillojnë dhe japin dëmtime. Ka dhe një efekt, nuk e di, kënaqësie, do të thënë ky ushqimi i procesuar, ushqimi i fast foodit. Po, sepse është varësi dhe edhe shkencërisht tani po thuhet që është një varësi e ngjashme si e duhanit dhe alkoolit, po jo e njëjta, sepse nëse duhani dhe alkooli ka varësi pra nxit prodhimin e dopaminës nga një element, pra nga një produkt që është alkooli apo nikotina, tek ushqimet e procesuara ne kemi një varësi mikse që është një përzierje e yndyrës, sheqerit, konservantëve, të cilët po njësoj në fakt rrisin dopaminën, kështu që kemi një varësi shumë të ngjashme dhe prandaj ti pastaj vazhdon me këtë ngrënien kompulsive, pra ngrënie më shumë se që organizmit i duhet, sepse kjo ndjenja e varësisë dhe e ngrënies së më shumë shija shumë e pëlqyeshme se sa një ushqim po themi i plot është, kështu që normalisht industria ushqimore para se të hedhë një produkt në treg punon me varësinë psikologjike, pra se sa do ta kënaqë dopaminën, të gjitha hormonet e kënaqësisë, se sa do jetë vizualisht e kënaqshme kur ky lobohet për po themi për fëmijët, por në gjitha reklamat i ke ose një familje lumtur që del dhe promovon një ushqim, persona shumë të njohur për atë showbizit, sportistë me radhë që dalin promovojnë këto ushqime, kështu që bëhet një farë varësie vizuale, hormonale, psikologjike që bën që këto të arritshme, jo më parë se dje, unë po flisja me një specialiste që merret me këto ose edhe me qasjen e ushqimeve të procesuara të paketuara në supermarkete dhe tha në disa supermarkete të Tiranës kur është bërë kjo analizë, 98% e produkteve janë ushqime të paketuara dhe të procesuara, pra ushqime gati që ti hap qesen dhe i konsumon. Ndërkohë vetëm 2% janë ushqime të plota, që do thot frutat, perimet, pra ushqime të tilla. Kështu që ky akses kaq i madh i këtyre ushqimeve, ky lobim financiar kaq i madh, padyshim do bëjë që dominojnë kuzhinat tona. Ju folët pak edhe për interesat që përfshihen në këtë gjë, po nga kush financohet shumica e studimeve
nutricionale sot. Padyshim, prandaj studimet e nutricionit sot janë të varfra për ato që janë realisht studime, apo jo vetëm studimet, po edhe qasja e nutricionit në kurrikulat në kurrikulat arsimore që nga fëmijët, por edhe në universitetet mjekësore është shumë e pakët, pikërisht se lobohet fort nga një ran industria ushqimore në arsimin parauniversitar dhe ajo farmaceutike, padyshim, në arsimin universitar, sepse të dyja këto kompensojnë njëra tjetrën. Pra, nga stili i jetës, ne kemi organizma më të sëmur, më herët, në mosha më të vogla, nga ana tjetër trajtimi medikamentoz. Por që unë mendoj që po ndryshon kjo gjë dhe po bëhet pak më evidente pikërisht në sajtë statistikave që ne kemi. Pra ne kemi statistika, ne kemi projekcione për diabet, për shifrat e diabetit alarmante në të ardhmen. Në qoftë se ne kemi thënë që diabeti tipit parë deri para disa vite ishte diabet ekskluzivisht me prejardhje gjenetike, pra ne kishim një problematik gjenetik që në këta fëmijë kishim diabetë tipit parë, që shkatronte qelizat e pankreasit përgjegjëse për insulinën. Sot fatkeqësisht kemi diabetë tipit parë ekskluzivisht për stilin e jetës. Dhe komuniteti evropian këto ditë ka nxjerrë një projekt që po fillon në disa vende të komunitetit evropian për matjen e disa markerave, po themi, sinjalizues më parë të diabetit tipit parë tek fëmijët. Ata do fillojnë një skrinim të fëmijëve në moshën 4, 6 dhe 10 vjeçare për të parë fëmijët që do kenë predispozit për të bërë diabetin e tipit parë dhe të ndërhyjnë me stilin e jetës. Pra, po bëhet gjithmonë më evident që stili i jetës, ky keq menaxhimi i ushqyerjes, por padyshim dhe mungesa e aktivitetit fizik, jeta sedentare gjithë popullatës, bën që ne të kemi këto shifra. Prandaj po vjen më shumë në vëmendje ushqyerja, se si do jetë popullsia nesër, se ne themi më jetë gjatë, po nëse shteteve do t'i kushtojë më shumë mbajtja një personi diabetik, obeziteti, smundjet kancerigjene me radhë, padyshim që këto janë, po themi, alarme që i vënë shoqëritë në lëvizje. Në fakt, ushqimi nuk ka të bëjë vetëm me trupin, por lidhet dhe me planetin në të cilin jetojmë. Dhe nëse i kthehemi pak për një moment sërish piramidës së re ushqimore, nëse njerëzit fillojnë të konsumojnë më tepër proteina shtazore për shkak të kësaj, çfarë pasojësh mund të ketë kjo për klimën? Edhe në një kërkim që po bëja unë, në fakt, industria e këtyre fermave industriale të gjedhve e me radhë është një nga, po themi, një nga industritë më të mëdha në Amerikë, me shumë punonjës, është një industri e rëndësishme. Dhe mendoj që padyshim, unë mendoj, nuk do të thotë që mendimi im është i duhuri apo ai që ekziston i drejti, që pikërisht ka edhe një efekt edhe kjo gjëja në shtimin e proteinave shtazore dhe në rritjen e kësaj përqindjes së proteinës. Megjithatë, padyshim që është e dëmshme, ne e dim, ekosistemi prishet me rritjen e gazeve që prodhohen në këto industri, të metanit, të oksidit të azotit, prishja e pyjeve dhe kalimi i tyre në kullota, rritja e konsumit të ujit e me radhë, padyshim që sjell dëme për ekosistemin. Kjo nuk do të thotë që ne të kalojmë totalisht në proteina bimore absolutisht, se për organizmin janë të dobishme të dy llojet e proteinave, siç tham, aman në një balans midis tyre dhe në një balans edhe për ruajtjen e ekosistemit, padyshim. Në çfarë drejtimi mendoni që do zhvendosen dietat tona, po marrim si shembull në 20 vitet e ardhshme, ndoshta. Unë nuk mendoj që kjo piramide promovuar nga Amerika do ketë ndonjë efekt në Europë. Nuk mendoj fare. OBSH-ja dhe gjithë Europa e updateon dietën mesdhetare gati çdo 5 vjet. Pra ne kemi një dietë mesdhetare e cila përmesdeun, po e cila po përpiqen që shumica e vendeve të kenë një dietë të ngjashme, sepse është parë shkencërisht që dieta mesdhetare ka efektet shumë pozitive në organizëm.
Kështu që nuk mendoj që kjo dietë, po kjo piramidë do ketë efektet e veta, mendoj dhe jam e bindur që edhe piramidat apo edhe dieta mesdhetare në mënyrë generaliste është generale për të dhënë indikacionet e përgjithshme për popullatën, po ne sot padyshim kalojmë në regjime të individualizuara dhe janë të individualizuara, sepse një fëmijë kërkon kalorazh tjetër, të tjerë element të tjerë në regjimin ushqimor. Një moshë tjetër kërkon kalorazh tjetër, pra ne kemi regjime në menopauzë që themi te gratë në menopauzë rrisin proteinën, rrisin fibrat, ulim kalorazhin për shkak se ulet metabolizmi në një pjesë të popullatës me yndyrna metabolizojmë edhe në varësi të problematikave shëndetësore, regjime të tjera, pra jemi në regjime padyshim të individualizuara, por që kemi një regjim generalist që është dieta mesdhetare. Dhe unë mendoj që ky është, nuk ka projeksione se si do ndryshoj. Padyshim nuk dihet se si do ndryshoj industria ushqimore, se sot kanë filluar dhe po fillojnë prodhimi i mishit në laboratore e ushqime të tjera që do prodhohen në kushte laboratorike. Jam e paf ti parashikoj këto gjëra, megjithatë mendoj që ushqimet që vijnë po themi nga toka, ushqimet që proteinat shtazore dhe produktet e peshkut dhe të elementeve të tjerë janë shumë të mira në mënyrë të balancuar. Padyshim nuk jam pro asnjë produkti të prodhuar në kushte laboratorike dhe të servirur në tavolinën tonë të vakteve, kështu që mendoj një dietë mesdhetare e individualizuar në bazë të moshës, gjinisë, problematikave ose jo shëndetësore dhe stilit të jetës është dieta ideale. Frutat, perimet, vaj ullirit, bulmetrat në sasi të moderuar, mishi i kuq në sasi të moderuar është një dietë normale dhe pastaj me lëvizjet e veta në varësi të problematikave. Në fakt, ju përgjigjet pak edhe pyetjes së fundit që kam, po ta bëj. Në qoftë se do kishit mundësi të rishkruanit udhëzimet ose guideline-et ushqimore për Shqipërinë, si do të dukej piramida juaj ushqimore? Unë nuk jam fanse e piramidës, jam fanse asaj pjatës së ndarë në katërsh, pra pjatës së ndarë në katërsh që ka perimet, frutat, drithrat e plot dhe proteinat bimore dhe shtazore dhe futjen her pas here të produkteve të bulmetit, çka tham deri tani, dhe por kjo një pjatë generaliste dhe pastaj e individualizuar në bazë të nevojave, problematikave shëndetësore ose jo të individit dhe jetës, stilit të jetës të cilit ai bën. Kështu që nuk ka sot as regjime të cilat janë suksesi apo shpikje e dikujt, ne duhet i përmbahemi shportës tonë ushqimore. Njerëzit flasin gjithmonë dhe unë i them pavarësisht avokado, frutat të cilat nuk janë të vendit, ato mund të jenë pjesë her pas here, po nuk janë dieta jonë, pra sepse edhe mikrobioma jonë është e përshtatur në gjenerata për të pasur dhe për të tretur ato ushqime që janë pjesë e shportës tonë ushqimore. Shtimi pastaj i produkteve të cilat nuk janë të zonës, padyshim, për vlerat e tyre pozitive mund të jenë të integruar her pas here, po që të bësh një dietë, po themi të suksesshme, nuk do të thotë që të kesh avokado në të treja vakte dhe në çdo ditë në tavolinën tënde, që pastaj këto janë ato objeksionet që regjimi ushqimor bëhet i kushtueshëm financiarisht. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.